Te dikuj në i ke dhonë? Vesh këteu, Jo, dëshmitar. Kush bie shpion? Jakuzon. Mosëm ka shku në luftë, kush me shpionazh nuk kena marrë. Me shpionazh u morë kë. Vetëm pyetje. Si të mbrojnë ti? Dëshmitar. Edhe mos më thuj shpion, se unë nuk të ofendoj ty. Nuk të ofendoj. Mos e turp do të më talë. Sot e 100 vjet. Ti mi ke mytë fëmin. Ti. Kërkush tjetër. Ti. Me edhe vrejtjet e tua në deklaratës. Sot jam gjallë për vrasjen e fëmijëve. Ai kanë bon, as si kanë bon, ka me akuzu Samilu Shtokun. Sot jam gjallë. Qofse më ngri për gua. Po të betona në zot, si shumë e njeri ka me pësua. Qysh mund me lidh Rexhepi atë rast ku Samilu Shtoku nuk ka ginekolog? Po nuk është ginekolog. Unë në Beograd jam konja 15 herë. Po nuk më shkërdhuj drejtsin para të emër e burë. Dëshmitar, ne. A e ka një kërsnum prej njërë? I kërsnum tyven ka gudzëft. Qysh? S'ka gudzëft. Jam avokatin e Petroshu, pa mbrojtësi Recep Xhotës. A mund të na përgjigjesh rreth Recep Xhotës? Çish kanë qenë raportet e tua pasi që seancën e kaluar u deklarua se jeni bashkëfshatari i tina? Bashkëfshatar jam. Si kanë qenë raportet me Recep Xhotën? Si bashkëfshatar. Si bashkëfshatar. Po. Gjatë periudhës 9/9/2010, a ju kanë ndihmu Recep Xhota? Kurrë një që argumenton një kill kryp që ma ka dhonë, unë i kam bashkë jetën. Një kill kryp. Të banesat e bardha ku më pas motrën ka banu një kohë atë. E ka pas Rexhepi një banes, një pjesë e banesat bardha u kon e uzurpune. I ka pas një 2 banesa, i ka uzurpu këj vetë. Po kur s'm ka afru me shku me banu. Çështja e ka uzurpuar çka? Jo. Ti a ke banu çfarë do bani? Jo, po. Pyetja konkrete është. Jo. Nëse e përmend e motrën, ai ka ndihmu Recep Xhota motrës? Unë s'mena, ai një man motrës as një man. Aja ka, jo, nuk e di, se unë aja ka burën, i ka thminën, i kum pas problemet e mija, bashkë farë s'm ka interesu kur që një man. Mos të këshirë me nëzjerë vjam për pleshti. Do të thonë vetëm ju shku me Rexhepin bashkë? Po ju shku, mas janë burgos grupi Drenisës kë, qkyje, të nga. E ka pas interesin e vetë. Leti aty sene. Por njeri kër e ka dikon smut të dek, edhe sot është ashtë, shkon. Edhe të drejqi shkon. Unë im shku të drejqi, kum lypë ndim. Qka po këshyrë me këtë punë këmë e bo? Qa po ngri për gume? Po dënë me a bo? Me Rexhepin mas jemi shku në Beleq, mas një kohë s'kena folë në denë 2013. Se ma ka thonë një fjallë në telefon edhe ja ku më shonë namën. E din këj mirë se s'kena folë. A i ke tregutin ndoj kujt që ke dhonë deklarat për grupin Drenica? Unë s'ku më dhonë deklarat për grupin Drenica. Mas që shtërëmërën një senet. Unë im konë edhe në Skanderaj në 2011 në kumë lypë Samin komunë mi ka zhu që po pregaditin e vleksi. Po sigurimi komunës nuk më kalon me i. Po, a i ke tregutin ndoj kujt? O, zotni, me dreqin e me dëbirin kumë folë se unë s'jam dëshmitarë. I kumë ka zhu që a kanë montuar e vleksi. Se shka kanë montuar e vleksi. Të apojtoj ju kumë tonë të e vleksi ta. Po mirë, do në s'ke folë me kërkon që ti ke dhonë deklarat. O, kumë folë. A ke folë? Po. Po ti ke folë që s'ke dhonë deklarat kundër grupit Drenica? Po, s'ku më dhe sëtë nuk dhonë. Okej. Edhe me më bon, ku me di qka nuk dhonë, nuk shkojmë i bon shërbim dreqit. Nuk shkojmë i bon shërbim atina që më të të keqen. Në vleksi, që më ka afru kushte për më bo dëshmitar. Kuna njerëzve të luftës. A i Në ka afru kushte për më bërë dëshmitar. Cilat kanë qenë ato nëse në pikat shkurta? Cilat Cilat kushte që kushte ka afru e vleksi. E vleksja? Pa i ka përsëri, Po ne të përsëri ta shohim, ta shyrëm ai Përshërimin e krus, pa, nuk kretë mundësi. Mi ka afrua
me fitu gjyqin kundra mjekëve një dëm për 10 milion euro. Vetëm 20 anë, nuk ka ofruar me fitu gjyqi kundër mjekëve, një dëm prej 10 milion. Mbi 10 milion, 10 milion e përpjet. Prej mbi 10 milion euro. Me na qu jashtë me shëru grunë, edhe me jetu jashtë. Atë ka dhonën pare. Recep Xhota. Unë të thash, një kil kryp, që argumenton Recep Xhota si në shpet e me ka prunë, unë i kam bërqë, edhe kërkim folje këtu. Unë po tëmë, një familje ta moj me kryp në vetë edhe që jam në gjendje të romë. Një kil kryp, Recep Xhota një jetë temë s'ma ka ru. Një jetë, i kam 61 vjetë i kumë bo. Një kil kryp, Recepi shpis temë as mu s'ma ka ru në kur. Po pak ma vanë kam të kalzu pse. Veç banë më pyte se unë të kalzaj. Veç banë pyte me rand, kam të kalzu në Koço Recepi dhe kanë me morë vesh kejt Kosova Koço Recepi. E kam i arë tëgë që po më banë pyte. S'ki nevoj më shua nejt, në asë. Jo, heshti mos e po marë. Veç banë pyte. Ju thatë që jeni dalë protesta me Recepin së bashku. Po, A mund të nga tregoni kur u prishen për së dyti marrëdhëniet e tua me Recepin? me Recepin në prish marrëdhëniet kur ma ka sha grunë në telefon, o ardhi ka lyp qelsat e banesës, edhe kur ka kërcnu në emën Samisë dhe Caitit. Edhe kur ka thonë, a pak zit kanë bon, tha, veç halo për i shtin fjallët me ta. I kumë thonë, qëfar punët keqëm kanë bon? Tha, te e din, tha, që të kanë bon. E vetëmi problemi jemi, edhe sot po thamë, edhe në seancën e kaluar e kanë bon, është vdekja fëmijëve, sterilizimi grus, edhe problemin me mjek. Do me thonë, Recepi e ka keq përdor emnin e Samis, edhe Caitit, sa t'jam gjallë, për vrasin e fëmijëve, a i kanë bon, a si kanë bon, ka me akuzu Samil Ushtokun. Sa t'jam gjallë. Se s'kum lanë njeri pa ja quë mu taku me ta edhe mulla Asmonin ja kum quë dhe s'ka dash mu taku. Recepin pas ka qenë për çështje familjare, jo sa i përket çështjes grupit Drenisa, ashtu? Jo, edhe për Kështu po ta, deklaroni? e ka pas një interes për ty nëse ma ka lyp një numër të një dëshmitarit që është për grupin e Drenisës. Ma ka dha emnin edhe mbi emnin. Cëllë ka qenë nëse? Dëgjoj, Kush me ditë tash, cëllë ka qenë, nëse ta ka lyp numrin, jena publikisht, publikisht. edhe që më garantoni jo që familjarët ati Aronit nuk më bojnë problemën e përmen emnin. Po e din kë, ajo është një dëshmitar i mbrojtun, Do të përdëtu të shtarë. Po gjykimi ka përfunduar. e din me vetë Recepin, e ka marrë atë dëshmitar, Recepi, Hysen Sugajeva, edhe e ka përmen Rostem Rukullin. Ku përdem të që janë të punë? Ka kalzu Recepi. Se unë s'jam e vlami ditë senet, po Recepi ma ka përmen. Nuk jam këtu të dëshmu e mi bon dëm dikuj. Jo, Po në qëfë se më ngrej për gua. Po të betona në zëtë, si shumë e njeri ka me pësua. Po unë e po thamë, unë i morë këtë, mos se në do të me përmen amna. Po unë po thamë, Recepi më ka thonë që i kumë nejtë me atë dëshmitarë, i në morë vesh, në vijana. po emna që i përmene, kush janë? Po, avokat. Që i përmene disa emra që është. Që e ku e ki? Vetëm të e shkana, që ke nejtë me të shkutare. Që se di shifër ti, po, që se s'di shifër ti. Me emëri, që se e... Jo, dëshmitarin se përmeni. Që se di shifër... Jo se di, nuk e di. Jo, na tregon më shpari ku e dim këni informacion të klasifikuar se ky vetë është me ditë. Ky vetë është me ditë kush është dëshmitari i mbrojtës. Po, për që si që penal edhe në sansë. Nuk kum jetu në garosh, po kum jetu një banes, një dhëm, u kom që aty sallan edhe banje në ka pas. Vetëm të shënë, po kam jetu në një Po dro. Jo brëbo, një salon. Aneks i shtëpis. Banjen aty e ka pas. Aneks i shtëpis, jo garosh. Aneks i shtëpis. Po më kuptoj që më dhe.
Edhe nuk më ka thonë për 3-4 muaj, po më ka thonë këtë banese ki është e jotja, mi ka thonë qelsat dhe më ka thonë trash i gëfsh. I kom thonë letrat kur banë. Mi ka thonë qelsat dhe më ka thonë letrat që i gëfsh. Ai ka insistu gjithë qysh më mështin banesë. Pas arrestimit grupit Drenica, a ka kërkuar pore nga Recep Gjotaj? S'kum kërku para kur, po në prezencë grus që e kam smut, Recep Gjota më ka thonë nuk banë me dalë për shpije, se e i rrezikun, edhe sa të zgat gjykimi, Vetëm të ishe në prezent të kjo që ka pas në sërmut, më ka thonë Recep Gjota, se nuk banë ti me dalë për shpije, je i rrezikun, sa të shkojnë hargjime natë e dhonë, sa të shkojnë hargjime natë i dhonë, unë nuk i di kush ka dhënë atë pare, nashta rusta, nashta të tërkush, unë shumë kam qef me ditë qëllë njeri grupi Drenicës mua më ka afru pare, kur e kanë ditë që unë nuk jam dëshmitare i gjykatës speciale, as e u leksit, edhe që jem shpoll ndër njerëz marrë në mesur të gjykatës speciale. Unë e kam një numër telefonit, Recepi ma ka blej. Cëllën dhe të ka bërë Recepi? Vetëm që në kam një numër të telefonit, Koro Burgos grupi Drenicës, 143-636. S'kishe mujt me hinë, se një dhumë shokon. Shtia, s'kishe mujt me hinë, se një dhumë shokon. Po flet për mas, Kush po flet? Fatmire. Asnjë fjalë pa marrë të gjykatës. Ose për ndryshe do të nxjerr lisenci. Se tha, ka pas qef me marrë të mobilune. Kur vjen rama me po pyetje, ka pas qef me marrë mobilune, ka zë. Dhe së më folë për mas. Nga masnja me kanosje ekstreme me fyri me sharje. Dhe në atë moment e ka fik telefonin. Në atë moment e ka fik telefonin. Jëm detyru me thirë zojën e tina, me vetë që ka pëndohë, që ka janë këto mesazhe. Ku fillu më abet qetet mirë me ta, deri sa kun vetë për nazni, mua naznia. Atëherë zoja më përgjigjet, këtu ke, Kur e kam pyet që ku është naznia, atëherë ajo më shpërgjigjet. përgjigjet këtu ke, o Recep, e kapi kryt në dorë e dojë, zoti pa u marru mos e lash që kështu po naznis. Kjo ajo Dhe ta zoti ju marro, që ai pas i po naznis. se të një bo naznis. Kur unë, notën edhe ditën një më konë krahi tyne me gjësan. Mas janë Burgos grupi Drenicës, apo? Nuk më dhjetë më kur që me grupin drejtë. Qysh jo mëne? As një sen. Po po, Dëshmitar, më sfër asnjë As fjalë. një sen se më dhjetë mu, unë si bashkëtar, pesi e le, jena njoftë, jim ko krah me ty. Ta shti kur përtu ma ke shoh, na Dëshmitar, unë. nëse pas një përgjigje, dhe gjatë të e një pyetje dhe të ba, të e komente, komentar, mundësia me dhënë dhe komente. Edhe fjallën të në edhe pyetje komplete. Është e vërtet që më ke kërku e favor me ndiku të komandantat për me fitu statusin e veteranët. unë im ko. Që ko kërë. Jo, nuk ki nevoj heq, se nuk lidhet të gjëmon. Jo, veç një. Cila është pyetja që lidhet në objektin aty. Dëshmitar, nuk ki Së nevoj. më interesuar. A mos të interesofshin, Unë jem po presim atë mujë në fshat, ku është këmë po. nga. Dëshmitar, pyetje komplete pra statutën e përgjithshme. Kërkesa e tina ka Për qenë, dëshmitarin pyetje komplete. ka qenë një fitu statusin e veteranët. Aty ka fillu e vini tina të unë. Ka qenë në fitu statusin e veteranit, dhe aty ka përru Jo mirë me ta. 10.000 euro. Kërkimet e para. Aty ka përru Ti a je veteran? e para, fisë. A je veteran ti? Jo, s'ki nevoj me në përgjigje, se ti nuk ba pyetje, ti e dëshmitar, nuk përgjigje. Po mos e po më thët mu, unë po... Përgjigja dëshmitar, vetëm me jep shkurt përgjigje. Në qatë sa është edhe ti, po jo.
Jo, kur. Kimi momentin kur ti ke të Jo, zotë gjyqtar, jo. Se unë më kam veteran që ku e kam numrin e këtë ushtarëve ku e në kam. Që? Unë jam kanë veteran, se që ku e kam numrin e këtë ushtarëve ku e në. Pyetja e dytë. Pyetja tjetër. Po. Po thetë se s'mi ka lypë pare. Është e vërtet e madhe që më ka qu mesazh edhe mi ka lypë 15.000 euro. Vetëm një sekund, madhe, Ajo po kërstime drejt në drejt. Pyetje, a mi ka lypë pare? A më mesazhin të shabur? Am dëshmitarë, së përgjishme, 15.000 euro, prej se am i ka lypë pare. Ky vetëm në dha një përgjigje. A ja ke lypë pare? Kur, bre? Kur? Unë jo. Pasoj e që aty në pare. Pyetje tjetër, a ki? Jo. Zdi që me tonë. Kur krejt e ndimisht e S'ki pyetje tjetër? Vaj. Të dëshmitar, besoj se ju kujtohet që gjykata ju tha se jeni të obliguar të folit vërtetën. A është kjo? Vërtetën e më të e folë. Vetëm një sekund. Okej. Ja kujtoj që gjykata ka thënë të folni vetëm të vërtetën. Po. Dëshmitar, dhe çaj pyetje më dhëna e Ju lutem, më shumë gjutë. Ju gjatë dëshmisë tuaj, në seancën e kaluar, keni thënë se keni pas një fatkeqësi. Po, A është e vërtetë? e vërtet. Dhe fatkeqësia juaj konsiston në atë se fëmia juaj ka vdekë gjatë lindjes, apo? 2 djenë bineq. 2 janë binet gjatë lindjes. Po. Ju e dini që Samir Ushtaku nuk është mjek, apo? E di që E sështë. dini, faleminderit. Atëherë, pse thatë përgjithësoj Samir Ushtaku? Shtaku të me sharu se është takus jashtëzakonisht e rëndë. Pse Samir Ushtaku është përgjithë për një fatkeqësi juaj ku as nuk ka marrë pjesë në operacion apo s'e kuptoj këtë. Regjepi e ka lidhë me ato. Qysh? Regjepi e ka lidhë atë rast me Sami. vetëm që Regjepi e ka lidhë në atë rast. Fal po, qysh mundet me lidh Regjepi atë rast ku Samir Ushtaku nuk ka ginekolog? Po nuk është ginekolog. Si mundet me lidhë Regjepi atë rast? Me lidhë Regjepi atë rast ku Samir Për mes njerëzve. Si do la... Dëshmitar mos e përgjigje derisa të shënoj. Po përgjigje? Sejdullah Hoxha u kon drejtori i ginekologjisë. U kon deputeti PDK-s. Do tash më të kallëzu. Hyseni Seni u kon anesteziolog. I përgjigje. Ha? Prej se Hyseni ka qenë Sa problem është mi thoni mjekët bane që tonë? Ka qenë anesteziolog. Qështaj anesteziolog dhe ka... Sa është problemi thoni mjekët? Ju kesh sa dush. Unë po them, Bane që ta. unë nuk e kum besue kur që Samia e ban këton. Vetëm një sekundë, bane që ta. Se kom besu kur që Samia e ba ta. Këto janë Avokata, ky pyetje tjetër. Me mu s'ki... Vetëm, jo. Dëshmitar, jo. Du me thonë veç një fjallë. Vetëm një sekundë. Veç një. Dëshmitar, vetëm një sekundë. Shko kryetari të trupit gjykatës. Dëshmitar, këto deklarimet që pa i një. Gjau kanë. Drejtori i ginekologjisë. Po. Hyseni anesteziolog dhe nuk u kon problem i thonë dikuj bënja që të zezë dikuj. Po. Ku për bazar? Për bazë se ka ndodhur një sen që veç me fjallë dikuj në ndodhe se s'ka gudzot, unë më kom Gjermani. S'ka në gudzot, atë rast me bon kërkush. A ki ti dhe një fakt dhe një kuj që e rezultat? Veç atë fjallën e Regjepit, që më ka thonë në shpe. E kjo, në reqiton Vetëm fjallën e Regjepit. Jo e pjadon, në të morë. Veç të lutë na. Që që më kanë bon? Ka janë nona vakive. As drejt që s'menon që ka menujnë këta. Ku e ke marrë këtë letë? Në transfuzion. Jam dhurus 1050 herë. Ti dërgjën gjykatës një Mos të di një herë. letër të administrim i dhurus. Mos të lexohet ajo pjesa natë. A ki përvejshë ti? Kam. Kam. Nëse procesor. Veç kryer, avokata e në jo se e ka lyp. Ti konzumi. A do me parashu pyetje? Po, vetëm ndezë mikrofon. Se jemi me audio një qizem dhe duhet një qizem.
Unë në pyetje kam këtë dëshmitarin, asë me ka bua halal, s'ja kom li pas një halal, në se me li, po një pyetje kam. Folbo. A ke najt në herë të me mu? Veç një herë. Jo, vetëm dëshmitar të kanal edhe veç pyetje të bëni që ti e përgjigje. Mos më duhet. A ke nejti në herë me mu para dhe gjatë luftës? Veç një herë. Kur? Jena takuar në pame të Femilla Drust. Kur? Të Femis. Taku në pamje të Femilla Drupcit. Dëshmitar. Kur s'ka post pobër të të një Të Femilla Drupsi. Jo, ktheu dëshmitar të. Te Femilla Drupsi, e ardhë, unë më shku me po, në shpinë e Selman Ladrupsit, edhe e ardhë aty që të e në ataku. Vetëm një sekund. Dëshmitar nuk ka pas po me kur për Femilla Drupcit. Ka vetëm një Në ashtë se koha pone, po unë më shku me po, edhe te e ardhë aty. Po? Veç atë që të herë. Jemi kanë në të pame të Femilla Drupcit, në shpitë e kujta Selman Ladrupsit. të Edhe Selman Ladrupcit. në Ulpion në Samafora që këna netë. Selman Ladrupsit. Kur? Dhe në Ulpion, fles Semafora. Što, da na što su kome pome, ali što se, na što su kome pome. Në ashtë se koha pone, po në e në ataku aty, unë më shku me po. Nuk u kanë e pame. Po në e në ataku. Unë në taku me shumë njerës. I pa mësysh, edhe gjatë luftës, po edhe mas luftës. Po unë e qëto deri atë ditë që kemi dorë gjykatë në këtë që mund. Edhe këtë ka qenë dëshmitar për e mi. Në ka qenë dëshmitar për e Sabit Gecit, edhe Vetëm një Sajt. sekund, deri kur kemi dalë në gjykatë, unë nuk e punjur. Ky ka qenë dëshmitar i Sabit Gecit dhe Sajt Jashavit. dëshmitar i Sabit Gecit dhe Sajt Jashavit. Unë nuk po të akuzoj ose me lështoku. Shko këtyre. Po në po tëmë, merro vesh me njerëz që këta namën tanë mi kanë bon senet. Të lutna. Jo, unë nuk më thonë asë njerë që më ka kërësnu sa Miloš Shoku. Po në po tëmë, njerëz e kanë keq përdor emnin tanë. Që ma jep një rast, unë e kam të kalzu. Një rast që ku Regjepi e ka kërësnu njerin në emën tanë, prezencë tanë, edhe a njeri sa kumni ka vdek se këtë gjallë t'ja ka more Gjepi të e kërësnu në emën tanë. Që i mja pras me ta përmen, unë të kalzoj. E po, tash, nuk më ka kërësnu sa mija kur, si në zatajt kur. Nuk i në zatajt. Nuk kam, po vish një fakt për du mja unë këti vish një kasë. Që unë me regjën kur asë kum nej, asë të kum ju. Edhe komentët në dëshminë në shka do që keni lidhur me dëshminë e dëshmitarit. Për kur të ndër dëshminja ti, dhe kjo jo për në mundësi. Atë, A bëmi që në një pytje edhe pyetja e vogël? Po. Po. Zoti dëshmitar, mu mbjen keq që ka ndodhur tragedia, po me qenë se kem pak problem me data. Apo na tregon kur I ke humbti ata dy djemtin e në cilën periudhë kohore, cilën vetë? O bënë veç pak. 2000-ën, 2000-ën. në maj. Aha. Veç pak. Me. Në vitin 2000. Panderit, në panderit. Ata në majtë të vitit 2000, po për të të në fund se nuk ka pyetje. Keni thënë se keni udhëtuar disa herë në Beograd për trajtimin e gruas. A mund të na shëroni se kush u acaktoni këto udhëtime dhe kush I koordinon këto udhëtime? Unë në Beograd jam konja 15 herë. Po nuk po mëj me ditë për qëllën periudhë po thu. Një herë jam shku me Fatmirin, po terminet atje kom bo përmes telefonit. Ke përmend që e ki një mik në Beograd që ishte një figurë me pushtet e që ka siguruar një lloj mbrojtje për ju kur atje kishi frikë. Po kuro, Nëse pasi e kishi atje njeriu e juaj dhe me pushtet, pse pranut ndihmën e Fatmirit? Fatmiri orë me urdhën të rustës, të rustëm rëkullit. Jo me urdhën tem. Se unë më ka dhe ma herët s'kum pas nevoj asë për kërkon heqë, më shku në spital, kum kry punë një madhë.
Unë që më shku atje, as me bo trafikim me njerëz, as më merë me diploma, as me senet të pista. Unë kom lyp shërim, edhe ju bashkëlet, se kom pas bashkëlet me shku, se e kom bo men që mi kanë my 3, po për hotër të smutit mu ka duk me shku. Ju e keni përshkru udhëtimin në Beograd si përpjekje për t'ju eliminu. Shumë e sakt. Nëse është e vërtet kjo, pse shku disa herë në Beograd? Unë më shku vetani, edhe nesa shkoj mus mua 5 shkoj. Sot mus mua gruja 5 e qaj, s'ki nevoj me më tha mua pëse me shkus. Shkoj. A ke pas në problem ligjor apo privat me Fatmirin para ose pas kësoj çështje? O kur t'kish pun me njerëz kajtagji, lakmitar, mirë unë atë ditë që jëm njoft me ta. Turpi jam është më i madhi që jëm njoft me ta. Atë kam thirë unë me ardhë, kur është, apo ke ardhë vetë një lokal të unë. Jo e marrë me Regjepin këna pi kafe. Se më thotë, para kësoj kohë ke thonë që kam hypë në zyre, që së është e vërtet. Jo, është me vërtet, me gruja marrë. E na hinë në zyre, edhe më ke qitin në kërë, e na shku në Biliq. Ke shku me Regjepin? Jo me gruja më shku. Vetëm një sekundë, se thashtë jam parë me Regjepin, me pi kafe. Qatë ditë, po, mas 2-3 ditë jem shku atë Fatmiri. Mas 2-3 dite kom shku me gru. Jena hinë në zyre, edhe na ka qitin kërë, e na shku në Biliq. Jena taku me do të afer Samis. Në ka qitë në kërë, kemi shku në Biliq, dhe jemi taku në disa të afer të Samis. Në kafe në Lili. Këtë senës qaronja Samis jo. Kush janë ata? A e dija në e tyne, me kanë jetë akuti, se na do të shku për se zërvajnë, po sa. E në ka tyne në Biliq. E den Fatmiri kush janë ata. Veç më ka thonë, nga unë nuk i dijem na, po më kanë thonë jem të afërm të Sami Lushtokët. Qyshu do që në ka njerëza? Ishin emra, ku jetë aku në Biliq? Në Biliq në kafe në Lil. Kafe? Lili. Lili. Atë. Se jemi taku në kafe në Biliq, ashtu ati. Se këta pim shefin senet që i kanë emra tyne? Jo. Emra të të javë zi. Se ta për im shefin senet, po? Pim shefin s'po banë real me kalzohet që shuar puna. Kalzohet vla. Për im shefin senet. Kalzohet, mos i merë gjinën në qafë. Ju sot këni mi marë gjinën në qafë. Për kalzu. Që është puna. Këtë grupin e Drenisës këni me marë në qafë. Se këtë grupin... Mos më shti me full. Jo kalzoni mu, te dhe Regjepi. A këni punu, aty 350.000 euro që mi ke afru. A ti kanë dhonë grupi Drenisës, a ti kanë dhonë Salusë. Sani mu ato pare që mi keni premtu mu. Kush ti ka dhonë të pare? 350.000 euro. A ti ka dhonë grupi Drenisës, a ti ka premtu Salusë për me dhonë mu. Për kënë këni bashkëpunu jo. Regjepi, në të kalzën këtë në seans, sa heru zatit me Salusën të vorët e Matiqanit. Në të kalzën Regjepi, në seans se sa... Ti a do ma kalu mua, u zatit të vorët e po në këmë shkërdu i drejsin para të emër e burë. Në shpitar, ne, a e ka një kërstum prej një, ta? I kërsnum tyven ka gudzëft. Qysh? S'ka gudzëft. Se e përket i kërstum, typen ka guzoft në kërstum. Kë veqo i qej ke kretë pakuresh me gru, se dike që me gru si thamë sen. A vetë kuresh kam e kry i bajke bashkë. Po, që ke kryt kuresh me gru, bashkë se e dike që para grus nuk i thëmë sen. Jo që, gru në dytë, se të pare një. Para grus si thëmë sen. Se, kur ish bashkë, ka me kry i bajke bashkë. Kur ish vetë. Po me ofendu po, me dal ky moshën se ka, i kena pas terasat për balë, Për me më ofendu po, edhe kur dilësha me gru në terasë, ky dil ke
veshin brek në terasë edhe qaj u ka ofendimi ti. Veshin brek dilke në terasë. S'po me full kur gjë. Po kur të bona si kur do këtë, 1 minutë si jetaj. Përgjigja s'po me full kur gjë. Tërë po. Kam fotografit, kum fotografu. S'ki që më do? Jemi serios, jemi gjyqe. Unë kam fakte. Një pyetje tjetër. Po, kam edhe një pyetje. Kurdo? A ke pi kafe gjithmonë ku kam pi edhe unë? Jo. Po ti e orë që aty? Me les kafeja që ku frekuentu gjithmonë ke orë ke pi kafe mbrapa me dhe kostu ka bo asne e keqe. Jo, mos mu ka bon, po ti njerëzve ju ka thonë që unë jam dëshmitar i hapës. Po tyben ka gudzit në më thonë gjyqtar. Me ja thonë kretë dy janë, Me thonë kur gjë. edhe ne të lutet Zotit, që e kam grunë smut. Të ti lutet Zotit. Edhe ky edhe Regjepi. Që kam grunë smut. Po kush janë më kush janë këta, në më kërsnu mu. Ta, po këtu në gjeni me këta mujnë më më tuta. Të e përdojrem një në samiset sahitit të dreqit të të birit. Unë i kom shku sahitit në shpe. Fati jam që i kom thonë sahitit, ta e ki deklaratën të honën se si shasat këtu heq. A u konë që ashtë të rusë. Fol, po ty be një fli që i durët një vedeve. Falenderoj. Si jo për vladë. Përgjigja. Një fli që durët do të djetë ku ishte njeri durët. Ki pyetje tjetër? Jo, Unë muj me bo pyetje gjyqtar. Jo, ti pyetje s'më shti veç një me bo përgjigje. Se është procedura si së jetë dëshmitar të s'mur një me bo pyetje. As me kallëzu pse e marrë dhe këta në këtë? Aja është diçka tjetër, mi po pyetje s'më shpër. Tash e ka radhë me të bo pyetje prokuroria që se ka. Po, janë senet si janë folë këtë, që më kanë ndodhë, se këta pim shefin senet. Pasojat e këtë sabit ladrusi. Pasojat e këtë kësoj në gjarje, e kësoj tragedis tem, i ka fillu e 98. Koron ushtari u qykës, i kum nëllë 2 shpiuna, njoni ka 2 qikat martune me paramilitar, edhe së dorë dëshmur, edhe një tjetër e kum nëllë, ja kum gjetë në gjep 3 letë njeftima, me fotografi tina me emnat ndryshëm, një ditar që ka bo moralisht për 15 vjetë në fshat vetin. Një ditar që çfarë ka bo për 15 vjetë në fshat të vetin. Një list sa e në vronë Likoshan edhe sa e në vronë Pekaz, sa e ka pas Shabaj Esharit gjallë në Kosovë edhe sa në Gjermani, me emna me mbi emna. Sa e ka pas Shabaj Esharit gjallë në Kosovë dhe në Gjermani me emra e me mbi emna. Edhe ku më thonë, qenë këtë dhona kështu, tha, Jashar ti kam dojë. Thash, e në gjasan më lukën, për bob tem, tha po, qysh, tha, gruna e Asanit e kam teze. Vetëm një sekund, për bob tem, tha po, gruna e Asanit e kam teze. Thash, pe kurqit mu bone të zak, ti a i ki dojë thash të Jasharit, apo në Gradic. A i ki dojë të Jashar? Apo në Gradic. Apo në Gradic. Edhe kër e këna marë, e këna quë, e këna dërzu në Glëna Thil, ajo dalë që jo kom po bratim i babës të Cabitit edhe i Migjes. Pe ati momenti, Po bratim. vlla, Po bratim. edhe pe ati momenti e dëkte në sëd, Babës Sabitit, a tha? po, Dhe pe une momenti, kur ditë të mirë s'kum pasë.
Jam ka ushtar, që i tha ky zotnia nuk e ka ushtar, ku morë pjesë me Aslan Fazliu në Bëllaqec, kena vëzhgu me Mensurin, me Aslan Fazliu në Bëllaqec. Kena vëzhguar në 10 hatës me Mensurin, me Fehmi Mjekiqin, edhe me Rifat Mzim, edhe Rifat Mzim, kur e kena pasis po levizin forësat serbe, u bo mbromje, jena arte Mullinin Grabës, aty janë kom të bun edhe Fehmia, nuk e dija u kon Samia, nuk muj me rajt me thonë kon, po kënë deklaruat au kon. Orë Bekim Berisha i ka pru të mothnet edhe senet që e kanë lanë të elektrobartë, ja ushtartë edhe janë ikë dothë. Gjyqtar, me leje, i nderuar dëshmitar. Nuk janë edhe objekte akuzës. Po, unë po e kuptoj me... Që atë lidhet të vrasja thrive, ki që atë shqip edhe tana. I nderuar dëshmitar, pyetja ime ishte konkrete. Prej viti 2000, kur juve ju ndodhi fatkesia, dhe deri në kohën kur ishin arrestuar grupi Drenica, kemi të bëjmë me një periudhë relativisht të gjatë kohore, dhe ju drejt për drejt aluduat si pas jush që fajtor për tanë jetë në një mënyrë kështu u deklaruat që janë diston nga pjesëtarët e grupi Drenica. Pyetja ime ishte konkrete dhe pra po e konkretizoj, vetëm si pas jush, sepse neve nuk mund të adim çka në fakt ka ndodhur, por si pas jush, si ka mundur të ndodhë dhe cila është arsyeja që të ndodhë një fatkeqësi në vitin 2000 dhe mandej krejt ajo fatkeqësi të ndërlidhet dhe të fajsohet me një ngjarje që kishte ndodhur shumë vite më vonë dhe pjesëtarët e atij grupi, por duket isha e qartë, ju di se si tjenë më e qartë. Shumë, vetëm si pas jush, jo, vetëm ju pse mendoni kështu, sepse ju e thatë. Dëshmitar, e ki pyetjen konkrete një përgjigje. Si pas fjallëve të Regjepit, që më ka thonë shpe, këto e lidh Samin, edhe Sajti. Fjallët e Regjepit më kanë bind që këta kanë gesht në vrasin e thmive të mi. Që ka që? Si pas që... Edhe një pyetje të shkurtër me qëllim... Gesht në vrasin e thmive të mi. Prokurore. Me qëllim qartësimi, në falë gjyqtar, me qëllim qartësimi, në pyetjet e mbrojtësit si ishte ky Fatmir Mjakut, deklaruat në njërën nga thënjet e tuaja, mjerë unë që jam njoft me ta. A mund të na tregash me ta, kush janë ta? Po të thojshe me të, e kisha pas sharë, s'kisha pas nevoj me parashikje. Me Fatmirin, me ta. Me Fatmirin, me Regjepin edhe me Rostem Rukullin. Faleminderit dëshmitar, nuk ka pyetje tjera. Ndë gjërë, shumë gjërë Unë nuk thash Rostemi dhe Fatmiri më kanë thonë. Unë thash Regjepi konë shpetem. Edhe më ka thonë, i keshti fjallët me shtetë. Thash kush është shtetë? Po të betunë në zëtë edhe në thmi e në prind e krejtë që kam kanë shku në luftë. E mos luftë. Tha shtetë është Samia edhe Sahiti. Tha pse, që kanë lidhe me shtetë në qëfë janë ata? A pak, tha, të kanë bon keq. A heq nuk jetu e ditë që atë kanë bon, tha, veç, halo, tha, bishti fjallët me ta? As një problem një tem, nuk e kumë pas me njerës. Vetëm një sekundë, shumë fara ato, as një problem në jetë tem, nuk e kumë pas me njerës. Edhe këta e kumë lidhë, si i vetëmi problem që kumë pas me mjek për vdekin e thmive, edhe masakrimin e grusë, e ka lidhë me tanë. Qoftë se Regjepi mu më thetë, aty fjallë që me keqa që të kanë ndodhë, i kanë bo këta dy njerëz, atëherë... Vetëm një sekundë shërë, dhe Regjepi më tha se ajo me keqa që të kanë ndodhë, i kanë bo këta dy njerëz, nuk ka... Edhe sot dhe 1000 vjetë,
sot jam gjallë dhe kur des, Samia është fajtor. Se qaqë shumë për mbrojnë Regjepin. Me qka përne vërtetën të se neve si gjykat në vynë provë konkrete? Qka vërtetën të se Samia ose kur dhe tjetër? Regjepim ka thonë vlo. Regjepim ka thonë. Unë s'kam provë më të fort. Po kjo e ka mytë njerin të e morë pasunin të e kërcnu sa njerin të e morë pasunin e mënë Samis. Unë im ko prezent atë. E u dek njeri, ja ka dhonë këtë pasunin që e ka kërcnu në mënë Samis. E jo mu. Mu më ka morë në shpej në shku të njeri takin e më. Ti kalzej këtë sene që më kanë bëhë, tani e shumë. Musë më mje Petrasi me kalzu. O në shpim ka thonë, apo vjetë dhejnë vështret, ashtë po. E në shku, i na unë shku e ka hotelin. Na imi iftari e ka përpilue me dikon deklarat. Aty përmenen jo sa bit Geci edhe sa het Jashari. Po një 47 vetë. Nuk e dija kanë kompleta deklarat, nuk besoj që e kanë se atë deklarat e kumë refuzu e kanë mënalë vish një pjesë, se ata tjertë nuk janë arrestu. Edhe dhejnë 2021, kur qetë së më kanë në. Këta do të ndashën e të më shajnë, ndashën e të në që ka dënë, po në të... Kush të tha për në e miftarin, që shkon kjo duve që është? Salusra më ka thonë, e kemë një dëshmitar, që na bjen material të bëllshëm, po na vymë një njeri, një dëshmitar i mbrojtë. Po na vymë një dëshmitar. Kemi material të bëllshëm, se kemi një njeri që na bjen material. Me dalë më shef, qka ti thujna, po na vymë një dëshmitar që qka ti thajmë aj... Me full, s'ka me të po kërkush, kemi pas letrat për para, pyetje të bëjmë na. Me full, me pranu, s'ka me të po kërkush, kemi letrat për para. Aja është një deklarat që njeri du të mutut. Aja është një deklarat që njeri du të mutut. Unë nuk e kam asë një artikull që ka kumë full në Mitrovic kur kumë dëshmu, për pas jam i pas krupullt, ignorant, tjera të sene asë një që ka kumë folë si kam. Vetëm i sekund që ka kumë folë, për pas asoj që jam ti pas krupullt e ignorant. Deklaratat e dëshmitarve tjerve i kam në shpe krejt, edhe të dhonërit Samis e kam që ka folë, edhe ty në tjerve tonë, vish me iniciale, nuk di pse mi kanë dhatë. Temen jo. Dërsa timen nuk jo, nuk ma ka është Salusra, Martin Smith, Antonio Roka, vetëm të shërim Salusra, Martin Smith, Antonio Roka, janë edhe një dy tjerë typen po më kujtojnë. Ndosi janë, po ku mujtë mi marë, ndosi ku mi konë. Ndash në të më akuzojnë, ndash në të më shajnë, ndash në të më vrasin, po në të gëzohen që e deklaratë si ka adi kuj tjetër në dorë me akuzu njerës. Aja unë byllë e deklaratë. Po më akuzoni për shpion. Jo, këtu ta shëhoj kujtë në sime e përgjigje. Po thotë, po më akuzojnë. A jetë në bakën e të akuzuve, na këtu apo këtë? Unë jam dëshmitar, po ju po më akuzoni që 25 vjetë për shpion. Kush? Tomë. Sumet, kush për e thonë. Po edhe te o thëmi. Kur? Te dikuj në i ke thonë. Kam që jetë me e shpion kush? Jo, dëshmitar. Kush bërë shpion? Jakuzon. Mosëm ka shku në luft dhe kush me shpionazh nuk kena marrë. Me shpionazh o marrë kë. Vetëm pyetje. Si të mbronë ti. Edhe mosëm thuj shpion, se unë nuk të ofendaj ty. Nuk të ofendaj. Mos e turp do të më talë. Po, pyetje tjetër ati. Gjyqtarë, që është anon, me të akuzu për humbje me fëmijëve, sepse unë jam bërë pletë. Jam edhe qysh vetë. Është anon. Sot e 100 vjetë, ti mi ke mytë fëmijë. Ti.
Kërkush tjetër, ti me dhënë edhe vrejtjet e tua në deklaratës. Gjyqtar, unë kam kërku natyrisht për mes avokatit në denuncim, sepse duhet më atë e vërteta. Unë tashëm i kam vetëm që në avokatit vetëm denoncim, sepse du më orë drejta e vërteta, se unë i kam diku 15.000 pa almesa. Dhe kjo është e rëmë për mu, dhe me më akuzu. Unë këtë që ka shlet, me thonë që ti e fajtor për vrasin në vitin 2000, kërë në asë liri, s'ta kom njoftë kur këtë pësër. E ke njoftë sa bitin? Dëshmitar nëse përnes një fjallë dhe së e fjallë. Së mundë qaqë lejtë me më akuzu, qaqë lejtë me më akuzu, po, kur unë në vitin 2000 asë që e kom njoftë këtë person. Unë e kam njoftë vesh kërë në Drenica, dhe vëmë gjykatë, nuk ka qenë Drenica një dhe... Proces gjyqësor. Po, proces gjyqësor. Jo, vetëm në proces gjyqësor. Dhe ma herët nuk e më njoftë. Së të po më nërë që ka shumë që po dinë këtë, po dinë edhe për ata sërbë atë në Beograd, po dinë edhe kështë në shkiju nga këtu, po e di. E di. Po ka përshtypje që po dinë që ka shumë këtë person, po di edhe për ata në Beograd, po di edhe kush është shpijuna, edhe kush është ky person, po di për gjithë. Marrë do të me tarë. Dëshmitar, asë një fjallë. Ty. O lëmë që se nuk i pytje, dëshmitar asë një fjallë ki kujdes shka. Ty e në gjykat, nuk ka gju ofenduse për asë. Jo se ofendova kërkën, veç thash marrë. Me ma qujt babën që ma kanë mytë shkijet me granata, me ma qujt shpion. Marrë. Nuk i nevoj asë një argumentim. Vetëm përgjigjë pytje që të parashtronë dhe asë një qështë e më shumë. Dëshmitar, kemi disa pytje dhe do të vazhdojmë me pytje. Pyetjen e para kam këtë proces gjyqësor, çdo të na që e të dhon këtë deklaratë, apo jep me vullnetin tanë? Po. Është deklarim me yti i vullnetit lirë. Po. Kemi një akt akuzues që ta i akuzon për veprat penale që janë sipas aktit akuzues. Ju keni deklaruar se në Olex tjetër deklaratë këtë thonë, ndërsa tjetër kanë ofruar me nënshkruaj. Deklaratën. Vetëm një sekond. I bëjë pyetje të mia pyetje. Tjetër kanë ofruar me nënshkruaj. Është e saktë. E saktë. Kush ta ka dhënë? Kush të ka ofruar këtë deklaratë? Sa lustra. Sa lustra. A e di pse? Cilu ka qëllimi me ta kërku këta, ty? Nuk e di. Nuk e di. Tha që qëllimi u kanë 47 vit në borë më shku. Që e kanë me një listë me që u borë. A i ke njohë ti që ta 47 vit? Personalisht. Jo, asë një. Jo, asë një. Po kështu, si emna i një. Jo, personalisht. Jo, personalisht. Ti dëshmitar ti du të di për ta. Si emra unë me di gjysën e Kosovës. Jo, unë tash 47 vjet janë në akuzë. Nuk i ke njohë. Jo. Vetëm si emra. As kom pas kur probleme ta. E pse të është kërku me dëshmu ty, kurse ke njohë tas një për tyre? E kanë po gjendin që fara kam ku ma nku gjithkun, dhe në human rights ku ma nku. Vetëm një sekund, për njëftë rejtë tyre, shka, e kanë po gjendin që fara kam, se kum shkuje ma nku deri në human rights. Në vend s'kum lon pa i qu rastin tem. Ata kanë kujtovë që për mes rastit tem, unë bojnë për veti. E më bojnë për veti. Kushin e theje u leksin për rastin të? Më shku ku ma deklarat për mjek edhe për që më kanë ndodhë për gru. Ok. Kom shku
kanë dhënë deklarat për mjet dhe çka më ka ndodhur për gru. E kam materialin në shtëpi, po s'ku mujt me thonë. E ka materialin në shtëpi. Shko pyetja tjetër. Ti për rastin Drenica, ke shku kështu direkt veç për rastin Drenica dhe një në Euleks me deklaru. Kur njët betona para ju dhe para Zotit. Vetëm ti shëroj. Drenica ke shku direkt me deklaru ti. Jo kur në jetë betona se asë njëherë nuk të shku. Sa s'sha kush s'm ka. Pse tu ofru 10 miliard? Dam, me fitu damin kundra mjekve. Me fitu damin kundër mjekve. Kundër mjekve. Po. Për rastin e tyre. Po. Okej. Veç më bo bashkëpunëtori tyne. Veç Kush? më bo bashkëpunëtori tyre. Po. Bashkëpunëtori tyre. Shko. Si bashkëpunëtori tyre për më bo, çka kanë kërku ata ty? Çka të më thojnë ata me folën? Jo, vetëm se çka kanë kërku, çka thënë ata me folën, po në raport me çka? Me luftë. Me? Me luftë. Për luftë, çka të thënë ata? Në të shkojnë marrë të klasin ata që din të që në s'disen. Edhe sot për ju thamë, di, po nuk është nevojë me të ata që din, se unë nuk di sen. Edhe me dit nuk flas. Dhe me di, se nuk flas. Se mi kanë myrë 3 edhe tash po m'del si baba jem ko ka kon shpion. Jo, vetëm përgjegjë mo shka për të thamë. Pyetjet e mija. Flas. A ke dhënë ti ndonjëherë deklarat në Euleks, ti personalisht, për grupin e Drenicës? Jo. Kur? Jo. E pse je tu ti në atë proces gjyqësor? Kur e kanë po që s'po mujnë me mbinde Euleksi. Vetëm ti shënë. Kur e kanë po që s'po mujnë me mbinde Euleksi, ku më thonë po në nshkruja deklarat edhe Shqip, vend që se më lejoni mi thirë gazetartë. Vetëm me mbinde Euleksi, po ku më thonë, në nshkruja deklarat edhe në Shqip, në shkruja atë deklarat edhe në Shqip, vetëm me mi pru gazetartë. Po, prezencë gazetarëve. Në prezencë të gazetarëve. Salun Shrëm ka thonë, leti gazetarë që këtë shpia, kur njetë mos këna më tirë. Ne gazetarë, shka të shpia, kur njetë s'kene me tirë. Unë mas asaj kohë, kush më ka vetë që ka bone, për astanën i këmë thonë, që kam kanë afru Euleksi. Jem ka dhe të avokati i poplit, u konë Sami Kurteshi avokati i poplit, edhe i këmë thonë, mua në ku, për astanën. Aja kanë thënë Euleks, fjallët e tina për të thënë. Thash, po. Që të ka thënë, thash më ka thënë, banu dëshmitari joni, edhe të fitën. Ani tha këshire interesin tanë. Aja tha këshire interesin tanë. Edhe im dalë pe atë ushi, me shkrim ka njoftu, e kam në nënshkrimin e ti, që me rast të amin nuk merët avokati i popullit. Me rast të amin nuk merët avokati i popullit. Se do me thonë, shka këshire interesin tanë, për du ka me shku më ba. Të në shka këshire interesin tanë, për du ka me shku më ba. Edhe sëtë si shaktë, kum pas mundësi me shku jashtë, po shkak i fjallëve, jo dul jashtë, jo dëshmitare, jo kënej, jo si të na që jenë, edhe sot po jetoj këtu. Si fjallët, që jone dhe sot po jetoj këtu. Dëshmitar, se këtë akuza lidhet për rastin Drenica, për ata dhe për t'i parashër pyetje. S'ka problem. është i gjyku. Jo thatë se nuk keni deklaru kur për rastin Drenica. Kur, njetë. Po në proces gjyqësor, a i keni thonë njëjtë atë fjallë që i thëni këtu? Ja, din këta që e këmë thonë Jo, gjyshtar. unë du me i ditë, se unë si u kanë aty. Ta e di Po. kush u kanë aty. Po. Unë si gjyqtar nuk e kanë atë proces gjyqësor. U veç me mi pa proces verbale, që ka u shkru aty? Unë nësi kam, Ne i kemi pa. unë nëse kam Po, proces ti- verbalin ti- tëmë. Jo, ti, për të thirë si dëshmitar, pse të kanë thirë?
rastin Drenica. Na e na Dhe mund. çka ke deklaruar atje? Kum deklaruar si ma kanë mundu deklarat. Që ta kanë mundu deklaruar. Tonë e dim ato. Tonë të akuzun në grupin Drenica e dim që kum pol. Edhe ako me akuzu kon, atë se kum akuzu. Ne kam deklaruar që kanë mundu deklarata. Dekreti e dim, po Drenica, di çka kanë deklaruar atje. Mu më kanë qenë dëshmitar të mbrojtën, po nuk më bëha emnin publik. Po. Kanë qenë dëshmitar të mbrojtër, por e kanë bërë emrin publik. Për shkak se si më kanë dëshmitar. A këta akuza i akuzon se procesi Drenica si proces është dëmtu për shkak deklarimit tënd që ty të është bërë presion në ndru deklarata se vërteta u kanë ajo që e ka thonë në atë kohë Saustro në gjykim ose në atë akuzë. Edhe është akuzu këtë grup se kanë bërë presion të ti me ndru. Ti për thëtë deklarat s'ku më për grupin keqë. Ata për i akuzoj të dhe thëjtë deklarata jote është ajo që e ka të akuzën e tash ty të kanë bërë presion me ndru ato. Presion s'u ka bërë kërkush me ndru deklaratën. Ata mujnë me akuzu grupin e Drenicës që më kanë bërë presion, po une se këmë thonë. Vetëm ti shënëm të shqiptar. Presion nuk më ka bërë askush për me ndru deklarat. As kisha pranu bile presion. As nuk e kisha pranu bile atë presion. E puna deklaratës është ajo që po e thu. Kanë ofru me në shku diçka që se ke pu. Po. As një njeri grupi Drenicës nuk morë me më thonë në ndru deklaratë. Presion, deklarata ima është e po në shku me për shkak se të kanë ofru dhe në shku diçka që nuk kom folë. Kur, njëtë se kom folë ato. Dhe në shku diçka që nuk kom folë. Asnjë prej grupit Drenicës nuk ka arte, unë me më thonë qka? Ndrysho deklaratën. Ardë me unë me më thonë me ndryshu deklaratën. Pitë, qko prej arash? A e ke thonë vërtejtën atje në shqyrtim gjyqësor? Po. Kërë majtaj proces gjyqësor? Se nëse kanë aty. Në veç letra shë. Ty bëni si kam heq? Po që ki se si dëshmitari obligu me pas. Po pse aty tjera ti kam dëshmi të dëshmitarëve tjerë, veç dëshmin tam se kam. Vetëm një sekund, që po, por unë nuk e kam asë një fjollë që akum pull. Apo proces verbal të ati procesi gjyqësor. Procesi gjyqësor, pikë. Shko, pyetja, po ju nuk jeni obligu që t'i keni, se si dëshmitar nuk është obligim që t'ju jipin ju proces verbal. Vetëm një sekund, që tash përshkuj përgjigje tonë. Nuk jeni të obliguar që t'ju keni proces verbal. Përgjigja, po atër pse s'mi kanë dhonë të mirët, po mi kanë dhonë të tjerë dhe që kanë deklaru. Kretë dëshmit e dëshmitarëve i kam në shpi. Tjerë dhe që kanë deklaru. Kretë dëshmit e dëshmitarëve i kam në shpi. Veç proces verbalin tem jo. Vetëm proces verbalin tem jo. Edhe në bynë shumë? Shko, pyetja nuk, e pse jo kanë dhonë ju ato, kush ja u dha? E u lekë si mi ka dhe. Mas procesit a gjatë procesit? Mas procesit. Mas procesit. E u lekë si mi ka dhonë, mas procesit. Në bynë e proces verbal se kam një padi me u lekë. Po, procesit. Presin, më bynë e proces verbal se kam një padi me u lekë. Shkëllumi edhe nuk pyetje tjetër. Dëshmitar. Ju e thatë se nuk u marrë asnjë kërsim asnjëherë për me ndryshu deklaratë. S'kisha pranu. Prej, mirë, tash, a kisha pranua ju është diçka tjetër, po ti vetëm nuk u marrë. Dhe me ndryshu deklaratën për rastin e grupit Drenica. A nuk kupton kjo që gjithë që kanë qenë të akuzuar në rastin e grupit Drenica asnjëherë nuk kanë bërë presion të ti me ndru deri. Asnjë hiç. Asnjë njeri i akuzuar s'ka bërë presion te unë. Vetëm ti shënoj. Me ndru deklaratën. Presion të ti për me ndryshu deklaratë.
deklaron. I gjo asë njëherë keq, asë njëri prej tyre. Se dhe me pas nuk e kisha pranu, thaj. Jo. Salusën a e ke gjohë, a e ke taku dhe njëherë vetë? Po e kumë përcjellë kër u shku të vorët e Matiqanit kamë. Jo. Kështu? Pës, Në rruga? vetëm një sekundë. Ke shku në Olek, s'ta ka në ofru një deklarat në shku. A fën salusër që Po. ka ofru? Po. Që ta ka në shku? Ofru me deklaratën me në shku. Përgjigja? Po. Po akuzën gjatë gjykimit, kush e ka mbrojt? Atë kujtohet? Prokurori. Cili? Euleksit. I Euleksit. Prokurori i Euleksit. Do thëtë prokuror ndërkombëtar, jo me dur. Mirë, vetëm për të pyes a i ke kuptuar. Ja kum ditë emrin, po ja kum marrë di fare. Pyti Fatmiri tha një pyetje kështu. Tha, a ku kërcënuar dhe njëherë? Edhe jo përgjigjet, thot, jo s'ke kërcënuar se as ke mojt me kërcënuar, po as kërcënimet e tua si kisha marrë kur serioze. Se s'mësh as me kërcënuar, bashkë shtu e thanë që të kuptim disi. Fatmiri Që nuk... s'mërzitën për kërcënimet tua, Jo, që të kuptim. absolut. Vetëm Fatmiri... jo vetëm Fatmiri, po më intereson kështu. Kërcënime po thunë nuk ke pas. Te dhe pe t'akuzunve. Pe t'akuzunve. Pe t'akuzunve. Jo pe këtyne. Rasin Drenica. Prej të akuzuarve. Po i tha edhe Fatmiri që nuk e kum një të kërcun vetëm prej teja. A është e vërtet? Jo, e kum një të kërcënun kur ma ka pështet të dera ku kum flet me grunë Beograd, Mirko Nikoliqi. Aha, okej. Dhe më tha vetëm që atë rast kur ma ka pështet të dera në Nikoliqi. S'ku mujt me lëviz. Vetëm kur ma ka pështet të dera në Beograd, Mirko Nikoliqi. Vetëm kur ma ka pështet të dera në Beograd, Mirko Nikoliqi. Beograd, Mirko Nikoliqi. E tash ku e pës edhe për Mirko Nikoliqi në kom një pyetje, që është prej herës seancës kaluar. Tjerave herë kur ke shku në Beograd pa Fatmirin, a ke taku Mirko Nikoliqi? Po, mu ka duhet me pagu hotelin Vetëm dyshe, dhe atina. po? Fatmirin, a ke taku Mirko Nikoliqi? Po, mu ka dash bile me ja pagu edhe hotelin. E pse se ke një të kërcun vetëm për Mirko Nikoliqi, tash me ja ke pagu edhe hotelin. S'kum pas qarat me pagu. Se kur i më shku në Beograd, edhe onë njeri, më kam brojt... Po, Mirko Nikoliqi, dhe ja ke pagu hotelin. S'kum pas qaret, pa ja pagu. Pyetja tjetër, dëshmitar, që se ke një vetet rreziku për Mirko Nikoliqi, se ke shku mu taku edhe një herë me Mirko Nikoliqi. Po im ka prit të dera spitalit kur i më shku atje. Po, pse ke shku mu taku edhe një herë me Mirko Nikoliqin edhe me nejtë me ta. Unë për veti personale, që se një rrezik për diku. Edhe që si herë për një rreziku, po dy tërë herë nuk shkoj me ta. Po nuk im shkon me ta, po ajo më ka prit edhe të autobusi ku im shdyp, edhe të spitali. Ajo nuk e ka ditë në që dhe në ditë shkoj, as kur vi. Ajo e din kush i ka kalzu që po shkoj. Shumë mirë. Ajo e din kush e ka pagu edhe si. E din kush e ka pagu edhe si. Edhe kush i ka tregu që po shkoj në Beograd. Ka tregu që po shkoj në Beograd. Shko pyetjen tjetër. Çka ka bo Mirko Nikoliqi që të ka rreziku? Çka ka bo Mirko Nikoliqi që të ka rreziku? Çka ke po ti si shenja që ajtë rrezikoj ty edhe një vetë një kërsu për Mirko Nikoliqi? Në fund të më ka thonë, shqyqyr Zot e tha se din që akum pasën me të ban që e marrë vesh me njerës. Okej. Që Zotit, se ti që ka kum pasë me të ban? Kur gjo tjetër thash, kur gjo tjetër për pas me mbro. Diçka qashtu. Ato ka ofru dhe njëherë banes në Dardani për me ndru deklarat në rasin e grupit Drenica. Në Dardani në Prishtina? Po, jo, në Dardani në Prishtina. Jo. Jo. A janë rrugën Dardani, është në fushë Kosovë që e banes. Mi thëmë për pes, lagja Dardania. Lagja Dardania në fushë Kosovë. Mirë, po du me qartësën cihet. Do më thënë, jo, Dardania ka të bëjmë me fushë Kosovë. Dardania ka të bëjmë me fushë Kosovë.
pyetja tjetër, edhe fundi. Tu e di që krejt ta akuzojnë që janë këto. Kanë kërcënu, po thu, me Mirka Nikoliqe, në përmet Mirka Nikoliqe. Kanë përcjell, kanë nejt afër. Pse pranove ti me marrë ndipi tyne, me parët, marrë ato, me ranë kontakt prapë me qëta persona, që çdo ditë për të bëjnë të rrezit. Gjyqtarë. Dhe për i merë prej tyne, për ta kanë rusë një herë, 2 herë, e ka një mesazh rusa që ja ke dërgu për një këto, ke thonë me ba, biznisi është tjetër sen është ajo punë. Tash, që se ke një vete një rreziku për këtë një grupi. Se ke pas kontaktet vazhdueshme me ta, pse nuk I ke kut kontaktet edhe mos me shkru ati për biznes, as mos me marrë 15.000 euro, as mos me alu për mobilin banesës. Po nuk ka marrë atë banesës me bëha I gare me ta. Po këta kanë bëha I gare me mu. Këta me mu kanë bëha I gare. Edhe me njerit smut. Këta kanë bëha I gare me mu, unë bëna I gare me ta. Këta nuk kanë pas nevoj, pse su afru vlovi Sabit Geci që u ngrita këta kuza. Pse su ardhë Musja Shari për vlot vetë për Sahitin. Qa kanë pas këta lidhje me ardhë, që as nuk I ka unue Sabiti as Sahiti. Për çka janë orë këta të unë? Për çka mu kanë afru? Këta duhet me ditë. Vetëm të shënëm, pse së orë Musja Shari, pse së orë Sahiti, që e Sabiti që kanë qenë të akuzu, po këta njerës kanë orë, që nuk kanë pas lidhje me këtë punë. Më në me ta s'kom pas as një fjallë, as me Sabitin, as me Sahitin gjatë. Ke thonë që të Dardania e ku pa me kërë, s'u ka lutë sa me lushtarë. Ati t'u ka lutë me kërë, a aj nuk e... Në semafora. Në semafora. Po. Thënë që në Ulpian, po, e ke pa sa me lushtarë. T'u ka lutë me kërë dhe keni pas një bisedë. A me të rëgu, qëfar bisede ke pasë të? A I ka full me një doj, mu më ka thonë faleminderit që ka që. Një mënyrë më ka falenderu që se ku më akuzu kërkon. Qaq. Më ka falenderu që se ku më akuzu kërkon. Se s'kom pas me këta gjendë lukë të s'ko gjonë, në gjyqtarë. Pyetja tjetër, a ke pas arsye për me akuzu? Po fshiras, jo për këtë lanë, po për grupin Drenica. Jo, absolut, jo. Jo. Ke pas arsye për me akuzu grupin Drenica? Jo. Edhe për miliardat e botës nuk e akuzoj. Për parat e botës nuk e akuzoj. Për miliardat e botës nuk e akuzoj. Prejse për parat e botës nuk e akuzoj. Botës nuk e akuzoj. A ke pas konkretisht presion ti pisa me lushtakut për me ndru deklaratën? Sa ka akuzë thët e ka organizu krimin, organizu grupin kriminal për me ndiku. Gjyqtarë. Për grupin Drenica po flasë. Samia nuk më ka bo presion kur, edhe jo veç Samia, po as një I grupi Drenica, me Sabit Geci, me Sajt Jashare, komplet. Kur presion, po as njëni edhe I grupi Drenica, me Sabit Geci e me Sajt Jashare, me Demake, me këtë ata typën po më I mirë për me. Sajt Jashare, me Demake, me gjithë ata. Po këta o vlop, shka, pse s'po ka dhë Fatmiri, kush ja ka dha ty 350.000 euro që mi ka full? Pse nuk është tu ka dhu? Kush ja ka dhonë? A ja ka dhonë të grupi Drenicës? Kush ja ka dhonë Fatmiri 350.000 euro me mështim mu me full? Jo e me full. Po? Me ma shëru grun, me mble banes, edhe me më pagu truproje. Me ma shëru grun, me mble banes? Edhe me më pagu truproje. Kush janë ata? Aty beneficioni kum pas për Euleksit. Qëllë njeri grupi Drenicës mi ka vrua të sani. Beneficioni I kum pas për Euleksit, e jo për grupit e Drenicës. Nga dhe pyetjen e fundit, se dëshmitar për nëzër pyetjet, për duhet me të pyet. Apo dyshon ti që ato 350.000 euro janë dhonë për Euleksit për me ta shëru grunë që tu kam për Fatmirë? Jo, mre Euleksi mu më ka vrua 10 milionë me shëru grunë aty. Dëshmitar, am kuptove pyetjen. Ti po thu kështo. Kush ja dha 350.000 euro ma shëru grunë me këto, unë dyshoj se janë prej Euleksit, e jo prej grupit. Jo, në thash, aja ka dhonë Euleksi, aja ka dhonë grupi Drenicës aty pore. Në të kalëzën.
350.000, kryeministri me të shëru gruan, prejse apo kosh, shko përgjigje. O vatë mirë, mos fal, mos shpine. Mos fal. Jo, së shtu fort, se e pashur, as një fjallë në kështë. Vetëm, shkoj përgjigje, unë po lypi përgjigje se kush ja ka dhonë ato 350.000, a ja dha Euleksi, a kush ja dha? Kush ja ka ofru? Po. Po du me ditë ka janë aty pore. Kush e ka dhonë? Qëllinieri grupit të Drenisës ja ka dhonë 350.000. Çka ke fjallat e vërrezat e Dragodanit? Matiqon. Me të kalzua? Po tash e përmene, një Po? dëshmitar. Tash për përmene, po në të përgatitë dikush këtë. Salusët dilke pe banesës vetë edhe shkoj këtë dej të vorët e Matiqonit të ecë kam, me një bob. Me një? Në qenë vogël. Në qenë. Edhe për cili mas 2 dite, Recep Gjota takuat me ta. Edhe mas nesit të zatit Recepin e i thamë, Recep, tha fol, po enet Salusit sa dhe ka hundë. Mos e merë seriozisht këto që apo flasë se kur se kësha bon. Mos e merë seriozisht këtë që po e flasë se kur se kësha bon. Thash, ju mbo marak me dalë me vra. Tash a me marrë në seriozisht e jo? Jo, mos e merë as ti. Dhe më thamë mos e marrë në seriozisht këtë që po e tu ti. Okej. Edhe mas 2 dite, Tash ju mbo marak me vra. Nga, mas Me vra, po presje, po mos e merë një seriozisht këta. Mas 2 dite, del në opinion në rritë kë, lojmi që po tentuat më bëha tentat ndaj Salusës. Kush duhet në të këshyrë, e kanë po atë emisën. Po tentuat me bëha tentat ndaj Salusës. Po. Dhe ti e lidhe me këta që e tha. Po i Recepi ka net me të burë. Aha, okej. Bëha tentat. Ky janë 2 anë. Ne e lidha me këta se Recepi ka net me ta. Edhe një du me thonë, që mi jepet leja. Dëshmitar. Si familje, kujna kesi këna bon. Konë se këna vra. Okej. Këto dhe ta lejoj. A? Po, këto dhe ta lejoj. Kur Mi po kes... falem qmu pa vendu kërkan, vetëm si familje keq nuk i kemi bakuj. Fukarena kon, jo me vra po. Presje. Me vra këna vra. Fukara jemi kon, po me vra po. Për moral e këna vra. Me vlau në kumë pas 15 në burg. Me vra po për moral kemi vra. A jo si Recepi që ka vra grava fëmi në malë. Jo së është akuz. Jo së është akuz. Në që se unë im konë shpion, në që se unë im konë shpion, Nuk është këtë gjykim as me përca. po këta po flasin që ka maso gjyqtore. Ka përfundu, në thaje tonë, thaje që familje u konë kështu që shtët, dëshmitar. Nuk kemi pyetje tjera, falenderoj, mosh më shku, je i lirë. Nuk po mjepet e drejta gjyqtore. Jo, i drejta nuk me ta dhonë për diçka që nuk është në kuadrë të rastit edhe ta. Jo, vëllaj, krejt rastit. Nëse ki informata për diçka tjetër. Vëllaj, krejt rastit lidhët, Shka ki informata, je i detyruar. krejt rastit lidhët, fet në atë të tetës e decitash. Ose ku do që tjetë. Mirë, po këtë kemi tu vetëm për këtë çështje që është objekt i akuzës. Gjykimi është publik, nuk kemi nevojë. Ky është atë, unë im ka ushtarë që kuj ki emnat e ushtarëve, tonë me emnat i përmeni, veç... E kemi përfundu. Ditën e mirë, je i mirë, vëshushku. Recep pas një fjallë. Re mos falë se... Recep pas një fjallë. Që shmitar, e kemi përfundu, vashta ka të dira. Që se s'do me ronë kontakte. Vetëm shko, veç vashta. E ke përfundu, ditën e mirë. E përfundu për sa shërtimi gjyqësor, dhe dëshmitarin e kemi përfundu, data kemi caktuar.